56 vjeçari Nazmi Çangu është vënë në pranga nga policia e Krujës, pasi ka kanosur në sallën e gjyqit prokurorin Bujar Memia. Në seancën e zhvilluar një ditë më parë në gjykatën e Krujës, prokurori ka paraqitur konkluzionet për djalin e 56 vjeçarit, i akuzuar për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, ku prokurori Memia kërkoi dënimin me 8 vite burgim. Pas ngjarjes në gjykat, policia ushtroi kontroll në banesën e 56 vjeçarit, ku gjeti dhe sekuestroi 76 kg kanabis sativa. Ndaj Nazmi Çangut tashmë rëndon akuza e kanosjes së gjyqtarit dhe e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Ngjarja në Krujë ka sjellë edhe reagimin e prokurorisë së përgjithshme, e cila ka shfrytëzuar rastin të reagojë edhe mbi sulmet publike që janë bërë ndaj organit të akuzës. Prokuroria e përgjithshme do të vijojë të kërkojë me forcë nga të gjithë folësit publik që të tregojnë maturi kur komentojnë punën e prokurorëve. Për shkak të sulmeve publike, prokurorët tashmë janë kthyer në subjekte të shantazhit dhe kërcënimit nga persona që përballen me ligjin për veprat penale që kanë kryer. Prokuroria e përgjithshme, duke ritheksuar mbështetjen e saj për reformën në drejtësi, vlerëson se fjalori kundër prokurorëve, i përdorur për të justifikuar ndryshimet ligjore, ka demotivuar këta të fundit, të cilët gjithsesi po vijojnë të përfaqësojnë denjësisht shtetin në proceset penale për persona të përfshirë në vepra penale. Në përfundim, prokuroria e përgjithshme shpreh angazhimin e plot për mbështetjen e çdo prokurori të Republikës, që ushtron detyrën në përmbushje të plotë të ligjit dhe kushtetutës, si edhe i apelon ata që për çdo rast shqetësimi apo kërcënimi gjatë ushtrimit të detyrës së tyre, të njoftojnë prokurorinë e përgjithshme.